Njëri nga liderët e koalicionit Vlen, Bilal Kasami, gjatë një preskonference me gazetar, ka publikuar dokumente ku pretendon se kreu i Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, është përfshirë në aferë politiko-financiare me Aleksandar Vučićin në Serbi. Kompania Asenjak nga Kërçova e njohur për opinionin për shumë skandale tjera, e cila është në pronësi të mikut Ali Ahmetit, përkatësisht babait të gruas së djalit të tij, ka poseduar mira aksione në Stopanska banka Manastir. Këto aksione në pronësi të familjes Ali Ahmetit janë shitur pikrisht te Alta Banka nga Beogradi në pronësi të Davor Mecura, një nga bashkëpunëtorët më të afërt dhe bank lidhur drejt për drejt me regjimin serb të Aleksandar Vučić. Kjo shitje ka ndodhur me 17/9 2025, vetëm 10 ditë më parë. Ja edhe dëshmin. Këto është dëshmia e transaksionit të shitjes së aksioneve të kompanisë ndaj Alta Bankës. Mëtej Kasami akuzoi Ahmetin se kjo nuk është një transakcion i rastësishëm biznesi, por kjo është një lidhje direkte e Ali Ahmetit me Aleksandar Vučićin. Ndërkohë që ju gënjejnë për patriotizëm, ndërkohë që i gënjejnë edhe partnerët e tyre të koalicionit, ata nga BDI shesin pasuri bankës së regjimit të Aleksandar Vučićit. Shitjet direkte pasurisë nga familja Ali Ahmetit tek Alta Banka e Beogradit. Kjo nuk është një transakcion i rastësishëm biznesi. Kjo është lidhje direkte Ali Ahmetit me Aleksandar Vučić. Kjo është një lidhje financiare që inkuadron regjimin serb në sektorin bankar të Maqedonisë së Veriut. Kjo është provë që Ali Ahmeti nuk është vetëm partner politik, por është edhe partner financiar i rjetit të Vučić. Sot mund të themi, Ali Ahmeti përmes biznesit dhe bankave e futi botën serbe në Maqedoni. BDI për 20 vjet manipulon qytetarët duke folur për patriotizëm, ndërsa pas perdes shesin kapital të regjimi serb. Vlen publikisht e akuzon Ali Ahmetin se është partner financiar i Aleksandar Vučićit dhe se përdor fuqinë e tij politike për interesa personale dhe familjare në biznes.